Shqipëria po përgatitet për një tjetër lajm të mirë nga Brukseli në lidhje me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Këtë e bëri të ditur kryeministri Rama në podcastin e përjavshëm Flasim, ku u shpreh se po hapet rruga për mbylljen e kapitujve të negociatave. Shpejti do të vi edhe lajmi i ri dhe i mirë, si të gjitha lajmet për hapjen e kapitujve i kapërcimit në fazën tjetër të procesit, dhe do të hapet dhe rruga për fillimin e mbylljes kapitujve të negociatave, kështu që bashkimi sado i befasishëm dhe sado i ngutur në varkën e Shqipërisë Europiane, ku ne jemi aty prej kohësh dhe ku vendin e kanë gjithmonë aty, është plotësisht i mirëseardhur. Kreu i qeverisë komentoi dhe miratimin e rezolutës më 14 maj me 114 vota të mazhorancës dhe opozitës së bashku, ku sipas tij vetë demokratët në mënyrë indirekte kanë pranuar se nuk ka bllokim të negociatave. Më vjen mirë realisht që ndodhi diçka e tillë, do të ishte mirë të ndodhte vazhdimisht kur flasim për antarësimin në Bashkimin Evropian, por edhe një herë të vetme, prap se prap është një herë me vlerën e vetë. Dhe më vjen mirë po ashtu që me sa unë kuptoj, e kanë kuptuar që procesi është i pandalshëm, që bllokimi i shumë përfolur nuk ekziston. Rama foli edhe në lidhje me digitalizimin e shërbimeve në vendin tonë si një hap në luftën kundër korrupsionit. Sot, në bazë të vlerësimit Europian, Shqipëria është e parë në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë treguesit e prokurimit publike. Ndërkohë që në disa indikatorë kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, ndërsa mesatarja e procedurave me një ofertues në vende BE-s është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Qeverisi kërkohet raportim periodik për negociatat për shpejtimi i reformave në grup kapitullin e parë themelore, transparencë në prokurimet publike dhe përfshirje më i gjerë opozitës dhe shoqërisë civile në vendimarrje.